nuk mund, si thojnë 100%, ta besoj se nuk do të shkoj më në atë punë. Arsimin e kam dashtë, por paka shumë e di që duhet në shku në penzion, duhet vjetët vinë, koha kalon mirë, po ende po më duket si ëndër. Kështu që jam shumë i kënaqur që kam ardhur këtu, më shëndet mirë, kështu që ju dëshiroj të gjithë të tjerëve, edhe pas meje të vinë kështu në këtë mënyrë edhe me shëndet. Të shkojmë pak atje ku ja nisim gjithë. Shkojmë tek fillimet, shkojmë tek një jetë. Ju thatë se keni lindur në Kleze. Na kallëzoni pak më tepër rreth viteve të para të jetës, rreth kushteve të atëhershme. Kushtet kanë qenë mjaft vështira në këtë kohë. Mas parit, si fëmëri, kur jemi rrit, kemi njohur vetëm gjyshin e gjyshen, a gjyshi jonë nuk i ka njohur as të titë. Do me thonë, prej gjyshit, a i ishtë rrit jetim vetë. Mandej ka kriju familjen, ku ishtë ka qenë baba im, 2 axhat e mi, edhe kështu ka ardhur ju bo një familje ma e madhe, por kushtet ishin që ne si fëmijë ishin mjaft të vështira. Ne na duke i kohë e bukur e krejt, por edhe sot thojmë, ku ta marrim të kthehemi një herë në atë kohë si ishte dikur. Me që varfëria ka qenë gati të thush për të gjithë njësoj si në fshat. Unë kam fillu në shkollë fillore në Kleze në ato vitet e para, deri në klasë 4, madje kam vazhduar në 4 kollë, deri në klasën e 8. Këtu isha ende i ri, por këtu kanë filluar edhe aktivitetet e mia. Së parit, ishte një axha i nanës time i cili kishte djali i tij kishte lënë një harmonik, ai kishte vazhdu jetën në Belgjik, ai kishte lënë një harmonik të vogël, a unë isha shumë adhurues. E dojsha muzikën shumë. Nga kote lindi, e kishit në gjak familjes këtë traditë? Po, babi ka pas pak, sa më i menun, edhe vesh për muzikë, edhe i ka dashur. Por unë tu ja fillu për ati vullnetit madh, me atë harmonikën e vogël që më dhane, fillova vetë, do me thonë, pa shku askund në një mësim. Kushtet ishin ashtu atëherë dhe nuk dishin fort sikur se sot që janë shkojnë nxënësit në shkollë të ulët muzikës, edhe i merr bazën. Unë isha kreti pa bazë në fillim. Por sipas veshit, kam fillu, ashtu edhe kam vazhdu. Bile, duhet ta përmeni se me një tokën e Vesel Pelinkut që e kisha kojshi me atë tokë, shpesh herë u bofshim bashkë. Ai violin, unë harmonik, ose të dy me harmonika, bashim melodi, u knaqim ne.